sot mund ta themi lirisht atë që deri jo shumë kohë më parë ishte për të qeshur, që cili do dhe cila do ndër më të rinë në Shqipëri mund të punojnë në çdo vend të botës pa lëvizur nga shtëpia e tyre, kudo qoftë ajo, në Tiranë, në Elbasan apo në një fshat të largët, mjafton që të kenë një kompjuter dhe që të jenë të lidhur me internetin. Dhe jo vetëm kaq, por mund të punojnë pa lëvizur nga shtëpia e tyre dhe të paguen shumë herë më mirë se sa çdo të paguheshin, po të largoheshin nga vendi i tyre dhe të bënin një punë diku jashtë për dikë tjetër. Sot nuk është më për të qeshur, sepse është një realitet i cili zgjerohet me shpejtësi, duke integruar në perimetrin e vet gjithmonë më shumë të reja dhe të rinj, sidomos të reja dhe të rinj, fal faktit që teknologjia ju vë në dispozicion mjete të cilat të reja dhe të rinjt i kuptojnë edhe i zotrojnë shumë më shpejt se sa të tjerët.